Duare, po bisedet e natë kohë, zotë Roland, nuk kanë qenë këtë që themi neve, o sa të dua, o plasën një për ty. Po që ishin? Qiko, për shumë, neve thoshe, ata thoshe, për shumë, qërë filmi një ke parë, qëfar libri ke lezuar, qëfar ditë bësh, përveç të mësimeve, ti bishe në vegli muzikora, merresh me sporta, qëfar teatri ke parë, qëfar njohje ke për inspiratë. Vajzat ruse pse binin dashuri me djemt shqiptar? Po binin se, shiko, neve si racë, ne jemi racë shumë e pashme. Si racë. Me thënë drejt, çik për diskutuar është kjo, se kështu thoshim ne dhe kur në 90-ën u hap Shqipëria, jo vetëm që nuk ishim racë e pamshme. Jo, e pashme dhe më thëmë fizikisht. Po mirë, pra tani, mos ta bëjmë vetëm tani. Unë flas për 90-ën, kur u hapën, kuptova që nuk ishim dhe aq të bukur sa mendonim. Në rusë dhe kështu thoshin. Kështu thoshin, ë? Kështu thoshin. Kishin një shok që u lidh me ruse? Kemi patur gjatë kohës që ka të studiuar studentë shqiptar atje, rreth 11 vjet. Po? Janë martuar 3. 3? Po, 3. I mbajtën ruset këtu? I mbajtën ruset këtu dhe që 3 i përfunduan keq. Si përfunduar? Përfunduan ku që di